Pas debateve të shumta politike dhe reagimet nga banorët, më në fund kanë filluar punët rreth përfundimit të projektit të ujësjellësit të Tetovës. Kreu i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, ka deklaruar se 8 kilometrat e mbetur të shtrimit të gypave do të përfundojnë deri në muajin tetor, ndërsa për këtë projekt janë ndarë 2.1 milion euro mjetet të komunës. Që ne gjatë mandatit ton kemi siguruar për buxhetit komunal të Tetovës 2.100.000 euro dhe njëre për gjithmonë që besoj do të asigurojmë deri në fund ujësjellësin që do të kemi edhe 250 deri në 300 litra të reja. Ndërsa kemi parapar që gjatë viteve me radhë punohet po ashtu edhe për pjesën tjetër diku të arrim deri në 660 metër kubik ujë që do të jetë edhe për 2 tetova të ashme që ta mbulojmë me ujë nga trasa Shiqe Shifni, domethënë prej 10 kilometrave, 3 kilometra janë të hapur tani. Këshilli komunal në mbledhjen e fundit ka autorizuar kreun e komunës që ai të merret me këtë projekt, ndërsa menjëherë është zgjedhur edhe firma dhe punët tani kanë filluar. Partitë politike në nivel komunal arritën pajtimin që qytetarët e Tetovës më në fund të pinë ujë të pishëm dhe të kenë ujë me bollok. Tani mbetet që edhe në nivel qendror qeveria të arrijë pajtimin me komunën e Tetovës që njëherë përgjithmonë qytetarët e Tetovës mos ndahen në baza partijake, por të ndahen në sasi të ujit që do kenë nevojë në të ardhmen. Me rregullimin e sistemit të ri të ujësjellësit të Tetovës do të sigurohen plus 450 litra ujë për sekond, me çka problemi i ujit në Tetovë do të zgjidhet për 100 vitet e ardhshme. Paralelisht me këtë projekt janë duke u hapur edhe 4 puse të reja për 4 lagje të Tetovës, të cilat do të sigurojnë furnizimin e pandërprerë me ujë për të gjitha lagjet që kanë këtë problem.